Një operacion i përbashkët i policisë kombëtare të Ekuadorit, prokurorisë së përgjithshme të shtetit dhe Europol ka çuar në arrestimin e 18 personave të dyshuar për përfshirje në një rrjet të trafikut ndërkombëtar të drogës. Operacioni i koduar Grand Phoenix 0043 Azkaban u zhvillua më 8 korrik sipas autoriteteve ekuadoriane. Mes të arrestuarve janë një shtetas shqiptar Pllumdaci dhe një shtetas polak, të cilët dyshohen se kishin role drejtuese të organizatës. Sipas hetimeve, rrjeti dyshohet se ka trafikuar rreth 5 ton kokainë me destinacion vendet europiane përmes dërgesave të fshehura në kontenjere me mallra të lishëm si banane, kafe, produkte deti dhe dru. Autoritetet pretendojnë se Pllumdaci vepronte si koordinator i lidhjes mes grupeve kriminale në Amerikën e Jugut dhe rrjeteve të trafikut në Europë, ndërsa shtetasi polak dyshohet se përdorte kompani fasad për të maskuar transportin e lëndës narkotike. Ky fundit rezultonte gjithashtu subjekti i njoftimit të kuq të Interpolit. Sipas autoriteteve, aktiviteti i organizatës kishte nisur të paktën në vitin 2019 dhe përfshinte bashkëpunim me grupe kriminale në Kolumbi dhe Ekuador. Destinacionet kryesore të ngarkesave ishin Olanda, Belgjika, Gjermania, Italia, Danimarka dhe Polonia. Gjatë operacionit u arrestuan dhe 16 shtetas ekuadorian, ndërsa u sekuestruan telefona celular dhe pajisje elektronike që do t'i nënshtrohen ekspertizës në kuadër të hetimeve.